Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur që ndeshja mes Flamurtarit dhe Vllaznis të luhet ditën e premte dhe jo në fundjavë, siç ndodh zakonisht me Superligën. Takimi do të zhvillohet në stadiumin e Vlorës dhe pritet të jetë një ndeshje shumë e vështirë, për shkak se vendasit janë në një moment të keq dhe kërkojnë të dalin nga kriza. Do të jetë një 90 minutash delikat dhe me rivalitet. E pranon edhe zëvendës kapiteni Antonio Marku, por ai beson se kuqeblut mund të arrijnë fitoren. Ne kemi një ndeshje shumë vështirë. Në transfert, në Vlorë. Historikisht ndeshjet me Flamurtarin kanë qenë shumë vështira, sidomos në transfert. Kjo ndeshje e nesërme është me dy tablo sepse Vlora është një ekip që këtë periudhën e fundit ka pas shumë probleme, edhe kjo dikush mund të me menu që gjithë do ta kenë atlet atje. Por nga ana tjetër këto vështirësi që ka Vlora, sidomos me këto 6 pikë që janë heq, do ta bëjnë ndeshjen më të vështirë sepse për to është një ndeshje pak a shumë jetë e vdekje. Por kjo nuk do thotë që ne do të tolerojmë apo do të shkojmë apo do të jemi të kënaqur me Barazin. Normal që Barazimi një pikë në transfer nuk ka gjë keqe, por ne çdo ndeshje him për me fitu. Sezonin e kaluar, Marku ishte rekordmen sa i përket minutazhit e aktivizuar, duke qenë 98% të ndeshjeve në fushë, por këtë kampionat ka patur disa dëmtime dhe shpreson të rikthehet në kulmin e formës. Me thënë drejtën, këtë sezon për fat keq më kanë në disa dëmtime, por dëmtimet janë pjesë e sportit, nuk kena ndorë se çfarë në rëndësishme si përballojmë. Por e rëndësishme që po punoj dita ditë për ka formën time fizike sepse periudha e dëmtimit normal që ka efektin e saj në formën fizike. Për këtë ndeshje, Vllaznia ka të gatshëm të gjithë formacionin e parë, pasi rikthehet edhe Bardulla.